Dëshmoj me dëshmin më të madhe me fjalën ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahu i lartësuar është i vetëm i cili e meriton adhurimin, bindjen dhe nënshtrimin, ndërsa Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i Zotit. Të nderuar besimtarë, me lejen e Zotit, sot hutben do ta fillojmë në një formë ndryshe, duke e pyet gjithë secilin prej jush, kjo të cilën e kam në dorën time, ky stilolac, a thu ka ardhur në dorën time rastësisht? A thu ky stilolac vetvetiu erdhi pranë meje në dorën time dhe unë tashmë atë e kam para jush? Padyshim që përgjigja e gjithë secilit prej jush, pa pas nevojë me qenë i mendshëm i dunjas, do thot po jo, se ky nuk ka ardhur kot, se e ke marrë diku, e ke bler diku, dhe atë diku nga e ka ble tek dikush tjetër e kështu me radhë, derisa ka dalë nga një fabrikë dhe është krijuar nga dikush për një qëllim të caktuar, për një arsye të caktuar. Kjo është pyetja për gjithë secilin prej nesh. Nëse ky stilolac kaq i vogël është krijuar për një arsye të caktuar, a thu vallë dielli që është më i madh se ky stilolac, për çfarë arsye u krijua? A u krijua kot apo kishte një qëllim të caktuar? Pse vallë ky diell kaq i bukur që ndriçon gjithë botën, një diell i vetëm ndriçon gjithë dynjan. E nëse dielli nuk është kriju kot, hëna për çka u krijua? E nëse edhe hëna nuk është kriju kot, atëherë malet dhe kodrat për çka u krijuan? E nëse këto nuk u krijuan kot, detet për çka u krijuan? E nëse gjithësia nuk është kriju kot, atëherë ti o njeri, ti o musliman, ti o insan, për çka u krijove? A erdhe në këtë dunja kot, pa pasur asnjë lloj qëllimi, pa pasur asnjë lloj arsyeje? Pyetja më e madhe është, po kush të krijoi ty edhe mua? Kush të krijoi ty edhe mua? Dhe për çka arsye të ka kriju ty, krijuesi jot? A beson ti edhe unë në krijuesin e vërtet, apo ke marrë krijues të kot? Unë personalisht nuk besoj në një krijues që i ngjan krijesave. Çfarë dallimi do të kishte një krijesë që unë e quaj atë krijues, ndërkohë që ai vetë është i krijuar? Pra unë, ashtu sikurse gjithë secili prej nesh, nuk beson në një krijues i cili është i krijuar. Unë nuk besoj në një krijues i cili lind ose është i lindur. Se çfarë dallimi do kishte nga krijesat, të cilat lindin dhe janë të lindura? Unë nuk besoj në një krijues i cili han, i cili pin, i cili flet, i cili shkon dhe vjen. Po ku besoj unë edhe ti? Besojnë tek një krijues i cili nuk ka të ngjashëm me të. Një krijues i cili është i veçantë. Allahu i lartësuar është krijuesi të cilin e gjeta në Kur'an si të vetëm, i cili nuk lind, i cili nuk han, i cili nuk flet, një krijues i cili nuk i përngjan krijesave. Ka thënë ky krijues madhështor në librin e tij, "Lejse kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul 'alim", asgjë nuk i përngjan atij. Asgjë nuk i përngjan atij, dhe ky është krijuesi të cilin unë e dua, ky është krijuesi të cilin unë e kërkoj, dhe ky është krijuesi të cilin unë e besoj. Një krijues i cili nuk i ngjan krijesave, se nëse ky krijues do të ishte si krijesat, nuk do të quhej më Zot. Lejse kamithlihi shay', nuk i ngjan atij asgjë. Larg të metave është Allahu, krijuesi i vetëm,
të cilat të meta janë veshin njerëzit, lloj-lloj të metash, lloj-lloj cilësish negative që nuk i takojnë një krijuesi të vërtet. A krijuesi të rrem po? Krijuesi që janë si krijesat në thojza, këto po. To janë si krijesa dhe nuk meritojnë të quajnë krijues dhe të adhuruar. Vetëm Allahu subhanahu wa taala është ai krijues i cili i përmbush të gjitha cilësitë e një krijuesi të vet. Unë dua një Zot i cili din çdo gjë, por dija e tij nuk është si dija ime që jam i mangur. Unë dua një Zot dhe një krijues i cili dëgjon, por dëgjimi i tij nuk është si dëgjimi i dhe si dëgjimi jot. Se një me fol atje në fund me Zot ulët, unë se ngjoj, as ti ndoshta se ngjon. Kurse unë du një krijues i cili dëgjon çdo gjë. Unë du një krijues i cili shikon çdo gjë, dhe shikimi i tij nuk është si shikimi im, i një krijese të dobët, i cili sheh shumë pak. Ky është krijuesi, ky është Allahu, ky është Zoti, të cilin duhet gjithsecili prej nesh ta dojë atë dhe ta ndjeki fjalën e tij subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na tregon se prej pyetjeve që i bëhet njeriu në varr është: kush është Zoti jot? Kush është Zoti jot? Kush është ai Zot të cilin ti e ke besu? A është një Zot i cili lind dhe lindet? A është një Zot i cili han dhe flen? Është një Zot i cili dëgjon, por dëgjimi i tij është i mangut? Një Zot i cili dëgjon, shikon, por shikimi i tij është i mangut? Jo. Përgjigja e çdo muslimani do të jetë Rabbi Allah. Rabbi Allah, Zoti im është Allahu, i cili nuk ka cilësi si të krijesave, që kanë cilësi të dobta. Por Rabbi Allah është Zoti im, ai i cili ka cilësi të veçanta, cilësi të cilat i meriton vetëm se një Zot i vërtet, cilësi të cilat i meriton vetëm se një krijues absolut, i cili është i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim. Ky është Zoti im, Rabbi Allah, përgjigja të cilën duhet patjetër çdo musliman ta thotë vazhdimisht. Përgjigja të cilën çdo musliman duhet ta ketë kudo që të jetë. Rabbi Allah, Zoti im është Allahu, dhe lum për ty i cili thua Zoti im është Allahu, se Allahu të tha përgëzu me këtë fjalë të madhe. Thot Allahu subhanahu wa taala në librin e tij: innal ladhina qalu rabbuna Allah, ata cilët thanë Zoti im është Allahu, thumma istaqamu, pastaj u bën qëndrueshëm në këtë. Pa jo me thos Zoti im është Allahu, pa edhe të tjerë të kanë mirë. Zoti im është Allahu, pa hajse po bëjmë dhe këtë gjë që e bën filan grup, filan ndjekës si rrugës të kot. Thumma istaqamu, ata që thanë Zoti im është Allahu, pastaj mbetën të palëkundur. Tatanazzalu alejhimul malaika, atyre thot Zoti në çastet e vdekjes do t'ju vinë me lajket. Wala takhafu wala tahzani, as mos u mërzisni, as mos u pikëlloni. Pse? Se ti ke thonë Rabbi Allah, ti ke thonë Zoti im është Allahu, dhe në çastet e vdekjes nuk mërzitesh ti fare, dhe nuk pikëllohesh as pak, dhe nuk stresohesh as pak, se gjithë jeta jote ka thonë thumma istaqamu, ke qeni qëndrueshëm në këtë fjalë, Rabbi Allah, mos e harroni asnjëherë. Rabbi Allah, Zoti im është Allahu. Atyre thot Zoti i zbresin me lajket në çastet e vdekjes. Dhe çastet e vdekjes janë çastet ku ndahet rruga, qysh tu fillon. Po të erdhen me lajket që të përgëzojnë për xhenet, rruga jote do të jetë e lehtë. Qysh nga varri, e qysh nga jeta e varrit, e qysh nga dita e llogarisë. Ama me të ardhur me lajket e xhenemit, të cilat ta marrin shpirtin me forcë e kështu me radhë, atëherë rruga jote do të jetë e vështirë. Vinë me lajke, thot Allahu subhanahu wa taala, dhe i thonë mos kini frikë dhe mos u pikëlloni, por përgëzohuni për xhenetin që juve ju është premtuar. A ky është ai musliman, ai rob i Zotit i cili ka thënë Rabbi Allah, Zoti im është Allahu. Lum për çdo njeri i cili atributet hyjnore ja drejton vetëm Allah. Atributet hyjnore i përkasin vetëm Allahu subhanahu wa taala si një Zot i vetëm i cili e meriton
adhurimin. Çdo zoti i cili Zot i ngjan krijesave, ai nuk është Zot. Çdo kush i cili pretendon se është Zot, dhe ai për ngjan krijesave dhe është i dobët si krijesat, ai nuk meriton që të quhet Zot. Dhe Allahu subhanahu wa taala në shumë ajete kuranore na ka treguar për cilësitë e tij të larta, për virtytet e tij të larta subhanahu wa taala. Në ajetin Kursi që gjithsecili prej nesh e lexon atë. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allahu la ilaha illa hu, al-hayyul qayyum. Allahu është i vetëm i cili e meriton adhurimin. Ai as nuk flen dhe as nuk e zën gjuhë. Çfarë Zoti është ai që pretendojnë njerëzit se ta flet e pastaj është zgjuh? Ku mbeti dunja? Ku mbetën krijesat e këtij Zot? Allahu la ilaha illa hu, al-hayyul qayyum. Ai është i gjalli, nuk e zën as e kotura dhe as gjumi. E ti është çfarë ka në qiell dhe çfarë ka në tokë. Çfarë është në qiell dhe çfarë ka në tokë është vetëm se e Allahut subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala na ka sjell një shembull në Kur'an për njerëzit të cilat marrin zotra të tjerë përpos Allahut subhanahu wa taala. Njerëz të cilët marrin zotra të kotë në vend të Allahut. Thot Zoti i gjithësisë: Ja ayyuhan nas, o ju njerëz, i thret Allahu subhanahu wa taala gjithë njerëzit, duke i thënë: o ju njerëz, ata të cilët ju i merrni për të adhuruar në vend të Allahut, nuk munden dot që ta krijojnë asnjë mizë vetme, dhe t'i japin shpirt asaj dhe t'i japin jetë asaj. Një mizë vogël, thot Zoti, nuk munden dot me e kriju ata cilët ju i adhuroni në vend të Allahut. Madje thot, nëse kjo mizë shkon dhe i merr diçka, pra vjen miza dhe të han diçka, ti thot Zoti nuk mundesh me ndalu dot atë, se ka qenë rrezik i saj. Ata të cilët ju e adhuroni në vend të Allahut nuk mund ta krijojnë qoftë edhe një mizë të vetme. Madje edhe nëse bashkoheni gjithë për këtë, thot Allahu subhanahu wa taala. O vëllezër o musliman, le ta ndjekim Zotin e vërtet, le ta pasojmë fjalën e Zotit vërtet, le të ecim në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, i cili është Zoti i vërtet, dhe vazhdimisht në çfarë do lloj situate thoni Rabbi Allah, Zoti im është Allah. Kur je i pasur, thuj Zoti im është Allahu, ai na ka dhënë pasurinë. Kur je i varfër, thuj Zoti im është Allahu, ai më ka sprovu. Kur je i sëmur, thuj Rabbi Allah, Zoti im është Allahu, ai të mëshiroj. Kur je mirë, thuj Rabbi Allah, Zoti im është Allahu. Kur njerëzit bëjnë hile, thuj Zoti im është Allahu, ju kam lënë Allahu. Në çfarë do lloj situate, mos e harroni asnjëherë fjalën Rabbi Allah, Zoti im është Allahu, se në të vërtetë ky Zot madhështor ka cilësi të shumta. Dhe disa prej cilësive të tij, Allahu subhanahu wa taala i ka përmendur në surën Hashr, surja 59 të Kuranit. Kush ka dëshirë ta lexojë dhe ta hapi Kur'anin. Surja 59, surja Hashr, thot Allahu subhanahu wa taala, duke përmend disa prej cilësive të tij të larta. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu. Është ai Allahu i vetëm, përpos të cilit nuk ka të adhuruar tjetër. Alimul ghaibi wash-shahada, huwa ar-Rahmanur Rahim. Është ai i cili i njeh të fshehtat, është ai i cili i din të fshehtat. Ai është mëshiruesi dhe mëshirëploti. Pastaj Allahu i lartësuar vazhdon dhe thotë: Wallahu alladhi la ilaha illa hu, al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minun. Është Allahu i cili nuk ka të adhuruar tjetër përpos tij. Është sunduesi, i shenjti, paqëllënësi, dhënësi i sigurisë, mbikëqyrësi i çdo gjëje, i plotfuqishmi, ndallimtari, madhështori, i lartësuar është Allahu mbi atë çka ja shoqërojnë njerëzit atij. Cilësitë shumta të Allahut subhanahu wa taala, për të cilat nuk mundemi dot të ndalemi për secilën prej tyre. Pastaj Allahu i lartësuar thot: Wallahu al-Khaliqul Bari'ul
musawwir, lahul asmaul husna. Thot Zoti i gjithësisë, është ai Allahu, krijuesi, shpikësi, formësuesi, ati i përkasin cilësitë më të mira dhe emrat më të bukur. Pastaj thot gjithçka që është në qiell dhe në tokë e madhron Allahun, ai është i plotfuqishëm dhe ai është i urtë. Disa ajete të shkurtra që tregojnë për madhështinë e Zotit. Kemi surën Ihlas, që e din gjithë secili prej nesh. Po thot Allahu i lartësuar, Bismillahirrahmanirrahim, Kul huwallahu ahad, thuaj Allahu është i vetëm, Allahu samad, nuk ka të përngjashëm, lam yalid wa lam yulad, as nuk lind, as nuk është i lindur. Çfarë Zoti është ai që lind të tjerë? Çfarë Zoti është ai që është i lindur nga dikush, që pas ka një nënë dhe një babë? Lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asgjë nuk i përngjan Zotit. Allahu është i pastër në çfarë do lloj cilësie të tij. Thoni Rabbi Allah, Zoti im është Allahu, dhe mos ju ndani kësaj fjale, qëndroni të palëkundur në këtë fjalë. E lutem Zotin ton që të na falë dhe të mëshiroj të gjithëve. E lutem Zotin ton na falë ne prindrit tan, të afërmit tan, gjithë besimtarë dhe besimtarët kudo që janë. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.